Në një konferencë për mediat, ish kryeministri Sali Berisha ka akuzuar kreun e SPAK-ut Altin Dumanin se ka mbrojtur kryeministrin Edi Rama për çdo krim dhe vjedhje që ai ka kryer. Sipas Berishës, nëse Dumani nuk do të kishte ndërhyrë, Rama do të ishte në burg për djegësin dhe për skandalet e tjera duke përfshirë ato të McGonigal dhe krimet elektorale. Berisha theksoi që dosjet që përfshin Durrësin dhe Peshkupin, të cilat përfunduan në duart e Ramës, janë të mbuluara dhe jo të ndëshkuara nga Dumani. A mund të ndodhte që një vepër publike, siç është djegësi i Tiranës, 130 milion euro, që nuk ekziston asnjë asnjëshan, të mos i faturohet njerëzve kryesor, po 2 drejtorëve. Në një kohë kur kryesorët, pronar dhe njerëz kryesor janë Edi Rama dhe Erion Veliaj, po të mos ishte Altin Dumani. Edi Rama dhe Erion Veliaj do ishin të akuzuarit më kryesor për djegësin e Tiranës, por Dumani akuzon njeriu që refuzoi 5 herë Arben Ahmetaj dhe mbron Veliajn jo për këtë se Veliajn a e çoi me një dosje tjetër, ai firmosi për Veliajn, po jo për këto, jo për vjedhjet më të mëdha. Po të mos ishte Altin Dumani, 5D-ja nuk faturohej vetëm 2 apo 3 drejtorëve, po i faturohej Erion Velis dhe Edi Ramës. Po Erion Veliaj nuk u faturohej sepse është Edi Rama mbrapa. Berisha gjithashtu ndalte ndërhyrja e Edi Ramës në Bashkinë e Tiranës duke thënë se ai është person që merr vendime për shkarkime dhe emërimet e funksionarëve, përfshirë kërcënimet ndaj një zonje të emëruar nënkryetare të bashkisë nga Erion Veliaj. Sipas tij, Rama ka përdorur pushtetin në mënyrë brutale për të kontrolluar të gjithë strukturat e bashkisë. Kjo është e faktur. E faktur është një zonjë që quhet Anuela Ristani, e cila u shkarkua nga kryetari në qeli i detyrës, do të pranojmë se është në qeli, por është kryetar. Pavarësisht ai është kryetar. Dhe u shkarkua, u emërua një zonjë tjetër, e cila u thirr dhe u kërcënua nga Edi Rama në mënyrë më pak dinjitoze. Dhe jo vetëm u kërcënua ajo zonjë, po ajo u dëbua nga puna, sepse Erion Veliaj e emëroi atë nënkryetare bashkie dhe i delegoi firmën si njeriu që i besonte të kryente veprimet që duhet kryente në vend të kryetarit. Pra, këto akte janë publike, nuk janë të fshehta. Është Edi Rama ai që ka ndërhyrë në mënyrë brutale në shkarkimet dhe emërimet në Bashkinë e Tiranës. Gjatë fjalës së tij, Berisha u shpreh se sistemi shëndetësor në vend është në gjendje katastrofale dhe premtoi dyfishimin e buxhetit dhe rrogave për mjekët dhe infermierët nëse do të kthehej në pushtet.